pse fëmijët e diasporës nuk po dinë mirë shqip. Shumë prindër shqiptarë në diasporë e kanë të njëjtin shqetësim. Fëmia e kupton shqipen kur i flet, ndonjëherë edhe mundet me u përgjigj, por me kalimin e kohës fillon me fol gjithnjë e më shumë gjuhën e vendit ku jeton. E shpesh lind pyetja pse e harron shqipen. Në fakt, në shumicën e rasteve nuk është që po e harron, po truni fëmijës po përshtatet me gjuhën që i nevojitet më së shumti në jetën e përditshme. Sipas studiuesës Catherine Cornert, zhvillimi i dy gjuhëve nuk ndodh gjithmonë në mënyrë të barabartë. Fëmijët që flasin dy ose më shumë gjuhë zakonisht e përdorin njërin gjuhë më shumë në disa ambiente dhe tjetrën në ambiente të tjera. Nëse shkolla, shokët, aktivitetet edhe shumica e komunikimit ndodhin në gjuhën e vendit ku jetojnë, ajo gjuhë fillon të bëhet më e fortë me kalimin e kohës. Madje sipas studimeve mbi bilingualizmin ose të folurit e dy gjuhëve ose më shumë, thonë që është krejt normale që fëmijët të kenë njohuri të ndryshme mes dy gjuhëve. Kjo i bën që ata munden me e ditë një koncept ose një fjalë në anglisht, frëngjisht ose gjermanisht, mirë po nuk ju kujtohet për momentin në shqip. Një tjetër faktor është se fëmijët duan të jenë pjesë e grupit. Gjuha e shokëve dhe shkollës shpesh bëhet gjuha me cilën ata ndërtojnë identitetin e tyre social. Për këtë arsye, shumë fëmijë fillojnë me u përgjigj në gjuhën e vendit edhe kur prindrit u flasin shqip. Etja mendon që fëmijët duhen me ditë dy e më shumë gjuhë. Kallëzoni në komente edhe për më shumë video si kjo, subscribe bëni në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.